E kemi treguar këtë mirënjohje duke i nderuar ata edhe së fundmi në 80 vetorin e përfundimit të luftës dhe që kishim 80 vite paqe. Dhe ne duhet të bëjmë çdo përpjekje të mundshme që amerikanët i kemi në anën tonë. Nuk mund të zëvendësojmë kurrësi Amerikanët dhe ato që ata bëjnë për ne në Europë, në kontinentin ton, për paqen ton, për lirinë ton. Ne përballemi me çështjen e migracionit dhe Keir Starmer e përmendi këtë gjë. Më lejoni që të bëj vetëm një koment nga ana jonë. Ne përballemi me kërcënime nga migracioni dhe jemi përballur me këtë me 10 vjeçar të tërë dhe po përpiqemi ta zgjidhim atë. Po përpiqemi të bëjmë gjithçka që kemi mundësi së bashku me Bashkimin Evropian, por duhet të bëjmë diçka edhe vetëm. Gjithçka që ne po bëjmë është në përputhje me të drejtën europiane, me legjislacionin e BE-s dhe ne po përpiqemi të bashkërendojmë përpjekjet tona me të gjithë fqinjët. Pra dhe nuk po bëjmë diçka për kërcënime të reja që po vijnë, por le të bëjmë diçka rreptësisht së bashku dhe në mënyrë efikase. Komenti i tretë ka të bëjë me prokurimet ushtarake. Ne jemi të gatshëm të shpenzojmë më shumë për këto shpenzime ushtarake dhe për mbrojtjen. Kjo është e saktë dhe dihet, por kam një kërkesë. Le të mos flasin vetëm për parat. Ne duhet flasim për efikasitetin, për shifrat e sistemeve, numrat e sistemeve, por edhe për ekonominë të shkallës. Ne nuk po marrim mjaftueshmërisht materiale për parat që po shpenzojmë mjaft para, goxha para, dhe duhet të vazhdojmë të shpenzojmë më shumë, por thjesht shpenzimi i parave te këto sisteme të cilat janë teje të shumta, pra tek prokurimet, shpenzimi i prokurimeve që janë teje të ndërlikuara, kjo në vetvete nuk mjafton. Prandaj vendi im, qeveria ime, janë vërtet të gatshme që të tregojmë që të kemi efikasitet, prokurime më të mira, bashkëpunim më të mirë në kontinentin evropian. Dhe kjo nuk shkon kundër askujt jashtë Bashkimit Evropian, është thjesht në favorin ton. Dhe çështja e fundit që dëshiroj të ngre është që në rast se ne do të flasim për konkurrueshmërinë e industrive tona, kjo në vetvete është e rëndësishme, po ne të gjithë e dim që sistemet tona politike, demokracitë tona janë në rrezik. Që do të thotë që në rast se ne po tregojmë që jemi të gatshëm dhe kemi mundësi që të zgjidhim problemet, bota, problemet të tilla si migracioni, konkurreshmëria e industrive tona, do të tregojë që sistemet tona politike, qeveritë tona, demokracitë tona janë të forta mjaftueshëm për ta bërë këtë gjë dhe këtë gjë duhet bëjmë dhe të mos ta harrojmë kur ne po zgjidhim këto çështje në nivel evropian. E në fund po jo më pak nga rëndësia një premtim. E di që ka patur kritik për angazhimin gjerman, për kushtimin e Gjermanisë ndaj Europës, institucioneve europiane dhe Bashkimit Evropian. Unë i kam kërkuar qeverisë time që të jetë sa më shumë që të jetë mundur e pranishme në nivel evropian, në Këshillin e Ministrave, si edhe në institucione të tjera të BE-s, qoftë edhe në institucione evropiane si kjo që na ka mbledhur sot këtu, për të treguar që Gjermania është tërësisht e angazhuar për atë që është domosdoshme në Europë tashmë dhe që ne jemi të gatshëm të gjejmë një qasje të re për angazhimin tonë evropian. Dhe kjo jo sepse ne thjesht e duam shumë Europën, sepse ne të gjithë e dim që mund të jemi të suksesshëm vetëm në rast se jemi dhe vazhdojmë të jemi bashkë, që faleminderit